Në krye të herës do të sjellim këtu si përdit faktet dhe zërat e atyre që përballen me realitetin e përditshëm dhe të dhimbshëm në Shqipëri. Do të mirpresim në studio një zotëri, do të jetë inxhinier me profesion kujtim Çekani. Mirëmëngjes Çekani, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën Flavio. Në fakt dua të korrigjoj, nuk jam inxhinier. Sa mirë. Kam marrë shkollën për shkenca politike, po se kam ushtruar asnjëherë zanatin tim. Ti që je politikan, vëlla? Në Universitetin e Gjenovës, po shumë vite më parë. Faleminderit shumë për ftesën. Unë jam emigrant, ose si më thanë tradhtarja vdheut, unë kam hyrë nga Shqipëria para 90-s, kam qenë akoma minoren. Si ke para 90-s? Shokët e mi janë vrarë në kufi, falenderoj Zotin që jam gjallë, me thënë drejtën. Tani saga jote fillon, mendoja se fillonte nga 2007 kur u riktheve, po fillon nga shumë herët. Historia jon fillon që në bashkë nënës, po le të flasim për problemin që kemi, e kupton. Jo, se më duhet për kontekst kjo, pra ti je pjesë e një familje që nuk ka shkuar mirë me regjimin. Faktikisht ne kemi